e gjeta në Zvornec! Edi Rama nuk është kryeministri i Shqipërisë, por është guvernatori i Izraelit në Shqipëri! Jeshillëkut në 2016 që e mbushi Shqipërinë me ashash tep më tep. Kjo është qeveria e aferave të inceneratorëve. Kjo është qeveria e aferave të Akshit. Kjo është qeveria e aferave të Pallukut. Kjo është qeveria e shqyrjes së tokave të Shqipërisë. Që gardi do t'i hiqet, kjo nuk ka dyshim. Që projekti do të anullohet, kjo nuk ka dyshim. Po ne kërkojmë tërheqje!